Në grykën e ferit, mbrëmja kishte rënë si një perde e zezë mbi qytetin bregdetar. Dritat e rrugëve ngjanin si qiring të shpërndarë mbi asfaltin gri, ndërsa një erë e lagësht sillte me vete aromën e kripës dhe naftës. Ishte fundi i një dite të gjatë, kur Leon Markaj kthehej nga palestra e tij e vogël, një sallë trajnimi që e kishte ngritur vetë me mund, ku mësonte fëmijë dhe të rinj të mbroheshin nga dhuna. Trupi i tij i gjerë, me muskuj të formuar nga vite stërvitjeje, dukej si një figurë mitologjike nën dritën e zbedhë. Flokët kaçurela që i binin të lagura mbi ballë i jepnin një pamje kontrastuese, një burr i fortë si shkëmbë, por me një ngrohtësi të butë në sy sa herë mendonte për Elenën. Në fund të rrugës së ngushtë, ai dalloi shtëpinë e tij, një ndërtesë dykatëshe me obor të vogël. Çdo ditë, kur kthehej, vajza i dilte përpara, duke i vrapuar në krah. Por sot, dera ishte e hapur, zemra i rrahu më fort. Sytë e tij, që zakonisht mbusheshin me gëzim në këtë orë, u ngushtuan në një shprehje alarmi: Elena. Thiri, heshtje, ai u hodh brenda, duke përplasur derën pas shpine. Dhoma e ndenjes ishte e përmbysur, një karrige e rrëzuar, një vazo e thyrë, një batanie e shtrirë në dy sheme. Diçka e ftohtë i u ngjit përgjatë shtyllës kurrizore, në tavolinë. Një letër e shkruar me nxitim qëndronte e palosur, duart e tij të mëdha dridheshin, ndërsa e hapi: nëse do ta shohësh gjallë vajzën tënde, mos guxo të kontaktosh askën. Do të marrësh udhëzimet. 1.000.000 euro ose kur më nuk do e shohësh. Gishtat e tij u shtrënguan aq fort mbi letër sa u duk sikur do e bënte cohë. Frymëmarrja i u rëndua. Ai e njihte dorën pas kësaj: Rico Gianni, kreu i një grupi mafios që merrej me trafik droge dhe rrëmbime. Leon kishte dëgjuar emrin e tij për vite. Në të kaluarën, një nga nxënësit e palestrës së tij ishte përpjekur të largohej nga rrjeti i drogës së Giannit dhe Leoni e kishte ndihmuar të zhdukej. Që atëherë, ai kishte kuptuar se hakmarrja e këtij njeriu do vinte. Por jo kështu. Jo duke i prekur Elenën, fytyra e tij ndryshoi. Për herë të parë në shumë vite, ai ndjeu se zemra e tij shndërrohej në një bërtham akulli. Nuk kishte vend për frikë. Nuk kishte vend për mëshirë, doli jashtë, nxori celularin dhe formoi një numër të fshehtë: Mateo. Është koha. Tha, në anën tjetër të linjës, një zë i ngjirur u përgjigj: jam gati. Ai mbylli telefonin dhe u kthye brenda. Hyri në dhomën e vogël të shtratit. Në ndyshek, hoqi një kuti metali. Brenda saj, pistoleta e zezë që i kishte mbetur nga koha kur ishte në forcat speciale. Ai e preku si të ishte një mik i vjetër, syt ju mbushën me një ngrohtësi të egër, të përzier me dhimbje: po vi, Angel. Kapitulli I, marrëveshja. Në një zyrë të errët, diku mbi portin industrial, Rico Gianni pinte puro me një buzëqeshje të vogël nën mustaqet e tij të holla. Përballë tij, një nga truprojat raportonte: gjithçka sipas planit. E morëm vajzën. Ai e gjeti letrën. Rico shfryu një re tymi: ai idiot nuk ka as gjysmën e atyre parave. Por do ta shes edhe shpirtin për ta mbledhur. Pastaj do marrim çantën dhe do I japim fund. Ai ngriti një gisht duke bërë shenjë truprojës të largohej. Kur mbeti vetëm, syt ju errësuan: Markaj. Ti mendon se je I pathyeshëm. Por këtë herë do më lutesh. Në qoshen e zyrës, Elena qëndronte e lidhur mbi një karrige. Fytyra e saj e vogël ishte e njollosur nga lotët, por syt I kishte ende të kthjellët. Brenda tyre ishte diçka që Gianni se kuptonte dot, një shkëndij guximi të trashëguar nga jati. Kapitulli I, kthimi I Luanit. Leon Markaj nuk ishte një burr që humbiste kohë me panik. Në të kaluarën kishte qenë në misione ku pesha e një vendimi të vetëm përcaktonte jetë a vdekje. Dhe tani, për të, çdo sekond ishte një betejë. Ai u takua me Mateo në një parking të braktisur. Mateo ishte një ish hetues I krimeve të rënda. Me fytyrë të prerë dhe flokë të thinjura: më thuaj që ke një gjurmë, I tha Leon, kemi disa kamera sigurie.
Furgoni që mori Elenën është parë duke hyrë në lagjen e magazinave të vjetra. Por brenda atij kompleksi ka 10 ndërtesa. Leon shtrëngoi nofullat. E dinte që koha po mbaronte. Nxori një fotografi të Elenës dhe ja tregoi Mateos, a e sheh këtë vajzë? Po. Ajo është arsyeja pse asnjë nga ata bastard nuk do të dalë i gjallë nga aty. Mateo e shikoi në sy. Ishte e qartë, nuk kishte kthim prapa, unë jam me ty, tha. Gjahu i vjetër të nesërmen, qyteti fliste për sulmin e përgjakshëm në port. Titujt e gazetave shpërthenin, magazina e mafjes sulmohet, vrasje dhe plumba, i dyshuari, një ish truproi i njohur, fotografitë e Leonit kishin mbushur ekranet. Për herë të parë, emri i tij ishte bërë publik si armik i mafjes dhe kriminal në Arati. Policia nxori mandat arresti. Ishte thjesht çështje kohe që dikush ta tradhtonte, por Leon nuk ndodhej më në qytet. Kishte marrë rrugën e pyjeve të largëta në veri, në një kasolle të braktisur ku kishte strehuar dikur disa dëshmitar. Ishte vendi ku askush se kërkonte, mbrëmja ra shpejt. Era frynte përmes degëve, duke rënkuar si një shpirt i plak. Brenda kasolles, Leon u përpoq të mjekonte plagën në shpatull. Djegia e alkoolit i solli në sy imazhin e Elenës duke qarë kur e kishte lënë, një pjesë e tij donte të dorëzohej. Por një pjesë tjetër, më e fortë, nuk do e pranonte kur humbjen. Ai kishte për të mbrojtur vajzën, për të pastruar emrin, për të shembur gjithë rrjetën e Rico. Nga telefoni i vjetër i sigurisë, Leon mori vetëm një numër, një mik i vjetër që i detyrohej një nder, Paulo. Pëshpëriti, Leon. Je gjallë. Zëri ishte i tensionuar, kam nevojë për informacion. Kush i dha Rico të dhëna për lëvizjet e mia? Kjo nuk ndodhi rastësisht. Paulo bëri një pauzë të gjatë, ishte dikush brenda policisë. Një kapiten që e ke ndihmuar dikur. Emri i tij është Ferretti. Leon u mbështet pas murit. E kuptoi menjëherë. Ferretti kishte shitur informacione për mafien. Ishte ky tradhtari që i solli këtë ferë, më gjej vendodhjen e tij, tha ftohtë. Paulo e dinte që Leon nuk lutej kurrë. Kur kërkonte diçka, e donte tani, do ta kem gati nesër në mëngjes. Mirë. E mbylli thirrjen. Syt i mbetën mbi kornizën e vogël që mbante gjithmonë në xhep, fotografia e Elenës kur ishte 5 vjeç. Ishte e buzëqeshur, pa asnjë ide që bota jashtë mund të ishte e errët, ai nuk kishte të drejtë të dorëzohej. Kapitulli VI, rjeta e tradhtisë, në agim, Paulo dërgoi një mesazh të shkurtër, Ferretti, zona B, apartamenti 17. Të sigurt. Leon u nis menjëherë. Udhëtimi zgjati disa orë me një furgon të vjetër që nuk tërhiqte vëmendje. Kur mbërriti, u fsheh pas një ndërtese gjysmë të braktisur duke vëzhguar apartamentin. Përballë, një burr i veshur mirë po pinte cigare në balkon. Fytyra e lodhur, por e paqetë. Ishte kapiten Ferretti. Leon u afrua nga shkallët e pasme. Çdo hap i kujdesshëm, çdo frymëmarrje e kontrolluar. Nuk kishte vend për gabime. Kur hyri në apartament, Ferretti u kthye duke u tronditur, Leon. Nuk duhet të ishe gjallë. Por ja që jam. Unë. Nuk kisha zgjidhje. Rico më shantazhoi. Leon e shikoi drejt e në sy. Ishte një vështrim që nuk lë vend për mëshirë, ti rrezikove jetën vajzës sime. Më the që nuk kishe zgjidhje? Ferretti uli syt. Në duar i dridhej cigaria. Kur Leon ngriti krahun për ta kapur, burri nisi të lutej, do të tregoj gjithçka. Rico nuk është kreu i vërtetë. Është vetëm një pjesë e rrjetës. Ka një bos tjetër, i quajtur Giovanni Caldera. Ai financon gjithçka, rrëmbime, trafikun, korrupsionin. Leon nuk foli. E tërhoqi Ferretin nga jaka dhe ja nguli shpinën pas murit. Ku e gjej Calderën? Nuk e di. E kam parë vetëm një herë.
ka një resort privat në Bregdet, 2 orë larg qytetit. Ruan të gjitha dosjet atje. Leon e dinte se po rrezikonte gjithçka. Por aty ishte përgjigjja. Nëse e shkatëronte kalderën, mund të provonte që gjithçka kishte ndodhur si vetëm mbrojtje. E lëshoi ferretin që ra në tokë duke marrë frymë me zor. Falenderoj që po të lë gjallë, tha Leon duke e kaluar pragun i qetë. Në syrin e ferretit kishte vetëm tmerr, kapitulli i G, bastioni i errësirës, resorti i kalderës dukej si një parajsë luksoze mbi det. Vila të bardha, palma, roje me syze të errëta dhe automatik të fshehur pas këmishave të shtrenjta, por Leon nuk e shihte bukurinë. Shihte vetëm ferrin që ky vend përfaqësonte. Në errësirën e natës, ai u afrua nga anët e pasme të resortit, duke kaluar përmes një gardhi me tela. Rojet patrullonin në dyshe. Leon u mbërthye pas një muri prej guri. Fryma e tij ishte e qetë, pulsi i qëndrueshëm. Ai ishte bërë një me natën, kur roja i parë kaloi, Leon e tërhoqi pas murit. Një grusht i sakt pas qafës e rrëzoi pa zë. E la aty, pastaj lëvizi më tej. Çdo sekond ishte një hap më afër kalderës. Një hap më afër hakmarrjes. Në katin e dytë të vilës kryesore, Leon gjeti një derë me 2 bravë elektronike. Nxori një pajisje të vogël për thyrjen e kodeve. Pas 30 sekondash, dera lëshoi një kërcitje. Brenda, dhoma ishte një zyrë gjigande e mbushur me rafte dosjesh dhe kasaforta. Dhe përballë tryezës, i veshur me kostum të bardhë linoje, vet Giovanni Caldera. Më në fund u takuam, tha Caldera, duke buzëqeshur si një gjarpër i kënaqur. Leon Markaj. Njeriu që do gjithë operacionin tim. Vërtet e çuditshme që je kaq i qetë, tha Leon duke ecur drejt tij, sepse e di që nuk do të dalësh kur gjallë prej këtu. Me një lëvizje të dorës, Caldera shtypi një buton nën tavolinë. Alarmi nisi të binte. Drita të kuqe mbushën dhomën. Leon nuk u ndal. Ai hodhi tavolinën më njan me forcë. Caldera u përplas pas murit. Rojet hyn me armë të ngritura. Por Leon kishte përgatitur një surprizë, një bombol gazi asfiksues që nxori nga xhepi. E hodhi në mes të dhomës, gaz gri mbushi ajrin. Rojet nisën të kolliten. Leon e kapi kalderën nga flokët e bardhë dhe e tërhoqi drejt derës pasme, po më vret, nuk do provosh asgjë. Bërtiti Caldera, nuk do të vras. Do të dorëzoj. Me gjithë dosjet. Dhe ndërsa alarmi u lërinte, Leon nxori celularin dhe bëri një video, kalderën të lidhur duke pranuar gjithçka. Ky do të ishte shpëtimi i tij. Kapitulli G, zgjimi i ri. 3 ditë më vonë, lajmet shpërthenin, bosi i mafjes dorëzohet nga ish truproja Leon Markaj. Operacioni i padëgjuar, dosjet që tregojnë rrjetën e krimit, autoritetet e morën kalderën. Provat ishin aq të fuqishme sa Leonit iu hoq çdo akuzë. Ai doli publikisht për herë të parë para kamerave duke mbajtur Elenën për dore. Në sytë e saj, ai pa shpresën. Pa jetën që mund të rifillonte. Dhe kur gazetarët e pyetën çfarë do bënte tani, Leon e ktheu shikimin nga deti i kaltër, që vallëzonte në diellin e mëngjesit. Do jetoj për të qenë baba. Dhe asnjëherë më viktimë e hijesës së shkuarës. Kur dielli u ngjit më lart, duke ndriçuar fytyrën e tij të vrarë nga plagët, një kapitull i ri kishte nisur, një kapitull ku nuk kishte më frikë. Por vetëm dashuri dhe një vendim të mos dorëzohej kurrë. Fundi.